Uroj që ta vazhdojnë brezat e ri, e ta shtojnë më tepër për vjetore ndryshme për vllaznin. Sa është një qytet, është një skuadër, është një grup tifozerie të jashtëzakonshëm, se cilën e kemi na dënë, më duket. Edhe kalojnë disa vite, njëherë kemi edhe ato jo arritet e duara, po unë mendoj që nuk vdesin kohë. Vllaznia do mbijetoj, siç po e shohim edhe kësaj radhë vitet e fundit, për të arritur atë nivelit ku kena qenë gjithmonë. Che disa kohë që po deklarojnë në studio televizive të Tiranës si ke filluar me pa anë vllazin kampion si vjet. Tash ëndrat janë ngaherë janë të bukura, edhe sidomos kur flasim konkretisht për ekipin e qytetit tem, e skuadrës teme, po është momenti, është një grup lojtarësh, po punojnë mjaft mirë, me të mirat dhe me të këqijat e veta, se gjithmonë çdo esin asgjë në mënyrë më perfekte, edhe shpresoj të arrijmë aty ku duhet, që është edhe finalja e titullit kampion. Profesor Hafizi, festa e vllaznisë vazhdon. Ditën e djeshme ishit dhe festën që organizoi klubi Vllaznia, sot jeni mes tifozëve të zjarrit të Vllaznisë, të cilët janë ADN-ja e çdo gjë, edhe për ju kanë qenë një shtyrë e madhe. Nuk ka se si dahem nga tifozeria. Janë ata njerëzit që më kanë përkrah, më kanë dërtokit, më kanë ofenduar, ndoshta edhe nuk kanë kënaqur me mua, po është pjesë e aktivitetit. Edhe një periudhë sportive, një momenti. Kështu që ftesa tyre për mua s'kishte kuptim që unë mos i respektosha për atë që ata kërkuan që unë të jem. Kështu që përveç asaj që ne bëmë me klubin, bëmë edhe këtë tjetër që ka qenë edhe pjesa që më ka shënuar gjithë aktivitetin sportiv. Kështu që natyrisht që Vllaznia dhe tifozët janë një duet i pandashëm. Pata ne s'kena pas asnjëherë edhe suksese. Kështu që mendoj që të vazhdoj kjo lidhje midis tifozerisë dhe ekipit, sepse pa këto nuk je i mundur për të arritur edhe suksesin. Një Vllazni kampione këtë sezon? Shpresoj po.